E pabesueshme, modelja kosovare vendosi të bëhet nën pa u martuar. Arsyeja e saj ka habitur mijëra njerëz. Shikojeni deri në fund këtë histori. Për shumë njerëz, krijimi i një familjeje fillon me martesën. Por modelja kosovare Gjuliana Nura zgjodhi një rrugë krejt ndryshe. Ajo deklaroi publikisht se nuk dëshiron të pres më njeriun e duhur për t'u bërë nën. Sipas saj, koha kalon, ndërsa ëndra për të pasur një fëmijë nuk duhet të mbetet peng i rrethanave. Për këtë arsye, Gjuliana ka vendosur t'i drejtohet metodës IVF, duke zgjedhur që fëmia e saj të vijë në jetë pa qenë ajo e martuar. Një tjetër detaj që tërhoqi vëmendjen ishte deklarata e saj se dhuruesi i spermës do të jetë shqiptar, në mënyrë që edhe fëmia të ketë prejardhje shqiptare nga ana biologjike. Deklarata e saj ndezi menjëherë rrjetet sociale. Disa e quajtën një grua të guximshme që vendosi vetë për jetën e saj, ndërsa të tjerë e kritikuan, duke thënë se një fëmijë duhet të rritet me të dy prindrit. Por pavarësisht komenteve, Gjuliana duket e bindur në vendimin e saj. Ajo është shprehur se dëshira për t'u bërë nën është më e madhe se frika nga paragjykimet. Një zgjedhje që për disa është frymëzim, për të tjerë debat, por që padyshim ka bërë jehon në gjithë hapësirën shqiptare. Po ti, a do ta kishe marrë një vendim të tillë? Shkruaje mendimin tënd në komente.